Fituesi i çmimit Nobel për mjekësinë Shimon Sakauchi dhe shpresa për fundin e kancerit, mjeku dhe profesori japonez Shimon Sakauchi nga Universiteti i Osakës është shpallur fituesi i çmimit Nobel për mjekësinë në vitin 2025 për zbulimin e qelizave të rregullatore, qeliza që ruajnë ekuilibrin e sistemit imunitar dhe parandalojnë sëmundjet autoimune. Ai ndau çmimin me Mary Brown-Cole dhe Fred Ramsdell për punën në përbashkët në këtë fushë. Sakauchi kaloi mbi një dekadë duke ndjekur një ide që shumë e mohonin ekzistencën e qelizave që frenojnë reagimet e tepruara imunitare. Ky zbulim u bë themeli i imunologjisë moderne dhe kuptimit të shumë sëmundjeve si diabeti dhe artriti reumatoid. Në fushën e kancerit, qelizat treg mund të jenë pengesë, por ndihmojnë tumorët të shmangin sulmin e sistemit imunitar. Sakauchi beson se reduktimi i tregut në indet tumorale përmes barnave apo antitrupave mund të revolucionizojë trajtimet kundër kancerit duke kthyer atë një sëmundje të trajtueshme. Në intervistë pas nderimit, ai theksoi nevojën për më shumë mbështetje për kërkimin bazë në Japoni dhe njoftoi se do bashkëpunojë me kimistin japonez Susumu Kitagawa për të rritur fondet për shkencën. Sakauchi tha se kërkimi shkencor është një lojë e pafundë për të gjetur përgjigjen për sëmundjet që prekin njerëzimin.